them se njerëzit e perëndimit edhe të panjohurin e përshëndesin. Do të thotë më ka rastis, vetëm nëse për 2 sekonda e sheh në sy, ai ka për të përshëndet dhe ka për të buzëqesh. Mendoj se kjo është një nivel shumë i lartë i kulturës. Nëse e kthejmë tash këtë fotografi tek ne, neve edhe kjo na mungon. Pra përshëndetje e natyrshme midis njerëzve. Neve na mungon përshëndetja thjesht e natyrshme. Neve kur përshëndetemi si njerëz, pavarësisht çfarë lloj përshëndetje përdorim, neve sikur I japim një lloj sigurie njeriut se unë nuk dua të bëj keq. E aq më tepër kur si musliman I themi Esselamu Aleikum. Kjo Esselamu Aleikum ka një bagazh shumë të fuqishëm. Ti je në paç me mua, ti je I sigurt prej meje. Unë nuk e paramendoj të bëj keq ty. Neve me fqinjet tanë as këtë nivel më të thjeshtin, më të ultin, më minimalin nuk e kemi. Derisa kur përshëndetemi dhe kur buzëqeshim, në një farë mënyrë ne japim lëmosh pa u shpenzuar, se nuk duhet t'i kuptojmë raportet fqinësore thjesht vetëm nga këndvështrimi I solidaritetit dhe ndihmesave sociale, për arsye se mund t'jenë fqinjet të gjitha palët në mirëqenje sociale. Nuk ka nevojë fqinje për ndihmesin e fqinjit, ka nevojë për buzëqeshjen e tij, ka nevojë për përshëndetjen e tij, ka nevojë të ndihet I sigurt nga e keqja